الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله نفلم درويم لبرتين ديهم ذا فالي كركويم për Allahut Azza wa Jall që të na mbron për veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton adhurimin të kush pas Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Tij. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Në fillim elusim Allahun Azza wa Jall që të na bën të devotshëm, të na bën të sinqert, të na shton dijen e dobishme dhe të na largon nga ajo dije që nuk kemi dobi, të na bën prej atyreve të cilët e duam një ditë për hir të Allahut Azza wa Jall dhe të na bashkon në Xhenetul Firdaus me pejgamberlerat, me shahidat, me njerëzit e mirë, ashtu sigur që na ka tubu në këtë xhami. Amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me serialin e ligjëratave që kemi titulluar Udhëtimi jon drejt ahiretit. Dhe padyshim se ne jemi duke udhëtu drejt ahiretit. Për çdo ditë që kalon, ne e lëm një këtë ditë, më thënë, e lëm mbrapa dhe afrohemi një ditë nga ahireti. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të ligjërojmë me një temë që titullohet Al-Wuqufu Bejne Yadayillah, paraqitja para Allahut Azza wa Jall dhe llogaria. Në këtë ligjërat do të përmendim disa çështje që janë më kryesore. E para është shpërndarja e librave. E dyta është llogaritnë vetveten para se të llogaritni kur dilni para Allahut Azza wa Jall. Dhe e treta është si duhet të jetë qëndrimi jon, çfarë qëndrimi të kemi ndaj llogarisë. Të nderuar vëllezër, ne kemi tregu se kemi me dal të gjithë përpara Allahut Azza wa Jall në tokën e mahsherit, dhe Allahu do të vjen për të gjykuar. Të gjithë njerëzit janë prezent, melekët janë prezent, gjinët janë prezent, dhe do të fillon llogaria. Llogaria do të bëhet vëllezër është gojore. Me gojë Allahu Azza wa Jall do të na pyet. Edhe ne do të përgjigjemi përpara Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk ka nevojë për përkthys.
Allahu Azza wa Jall secili prej neve ka me na marrë në pyetje dhe nuk ka nevojë për përkthyes, nuk ka nevojë për ndërmjetësues. Secili prej neve ka më përgjigj përpara Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Al-Bukhari dhe Muslimi prej Adi ibn Hatim, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه الله يوم القيامة. Secilit prej juve vetëm se do t'i flet Allahu Azza wa Jall në ditën e Kiametit. Lejse bejnehu e bejnehu tërgjuman. Nuk do t'ket mes ti edhe Allahut përkthyes. Fayanzur amana minhu fala yara illa ma qaddam. Do shikon ka ana e djathtë ku del para Allahut Azza wa Jall, do të shef vetëm veprat që i ka punu. Fayanzur ash'ama minhum fala yara illa ma qaddam. Do të shikon ka ana e majt dhe nuk do të sheh përveç se atë që ka vepruar. Wa yanzur min amamahu fala yara illa an-nar. Dhe prej para nuk shef asgjë tjetër vetëm se zjarmin. Në fund të hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bi shaqqi at-tamr." Frigojuni zjarmit edhe nëse me një gjys kokre hurmës. E keni një kokër? Ja jep vllavët tanë gjysën e hurmës. Sepse sa grimca të atomit ka në atë kokrën e hurmës. Bo vaki që e hurma bo çka kisha ke dhënë vllavit tanë, randon peshorja dhe shpëton. Allahu Azza wa Jall do t'i urdhnon me lajket në ditën e mahsherit, do të thret me lajkja para të gjithë njerëzve, ku është filani i biri filanit. Edhe ti do të mendojsh se është për qëllim dikush tjetër. Emri jot po përmendet. Edhe kur do ta kuptosh se bëhet fjalë për ti, vin me lajket dhe të kapin për dore dhe pastaj ti hec. Kur ta marrësh vesh se për ti bëhet fjalë, zemra dridhet. Moment i vështirë. Ftyra zverdhet. Këmbët nuk hecin si duhet. Dhe do të hecish, do të shkojsh rrugës, i kalon me lajkët, i kalon njerëzit, i kalon gjinët dhe shkon përpara Allahut për të gjykuar. Të gjithë njerëzit shikojnë se si do t'jetë gjykimi yt. Është moment i vështirë. Nuk ka moment më të vështirë se sa ky moment. Këtu e merr vesh se a do t'jesh për të shpëtuarve, a do t'jesh për të humbërve. A ka me të dhonë libri ka ana e djathtë, a ka me të dhonë libri ka ana e majtë. Del përpara Allahut Azza wa Jall. Nëse ke qenë prej të djathtëve, prej të mirëve, prej muqarrabinve, prej të afërmve, Allahu Azza wa Jall afrohet të robi i vet edhe e mbulon robin e vet për mos me pa të tjerët që mos të nënshmon para njerëzive. E mbulon robin edhe i thot, nëse ke pas ma shumë të mira se të këqija, atë kujtohet filan mëkati o robi im, atë kujtohet filan gabimi, thot po Zot më kujtohet. Edhe Allahu ja tregon të gjitha gabimet dhe thot, o Allah, a nuk mi ke falë ti mu mëkatet? Thot po, thot,
Unë thot t'i mbulova në dunjo dhe sot t'i kam fal. Edhe i jipët libri nga ana e djathtë. Dhe shkon tek shokët e vet, tek besimtarët, të cilët i ka pas në dunjo shok. Shkon atje, i ndrohet ftyra, merr dritë prej Allahut Azza wa Jall, i lumtur, i gëzuar, shkon te shokët e vet, e merr librin nga ana e djathtë, edhe i lexon veprat e veta që i ka punu. Në fillim, Allahu Azza wa Jall edhe me lejket e urdhnojnë që t'i lexojnë mëkatet, se s'ka njerë pa mëkate, nuk ka njerë pa tmeta dhe pa gabime. Në fillim i lexon gabimet që i ka bo gjatë jetës së vet, edhe do t'a shef se as një gabim, as i vogël, as i madh, nuk ka mbet pa u regjistru. Çdo sen. Në surën Kehf Allahu thotë në Kur'an: "Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kanë me thonë njerëz, çka ka ky libër? S'pas kalon pa regjistru asnjë vepër të vogël mëkat, asnjë mëkat të madh, vetëm se pas ka regjistru. Wa wajadu ma amilu hadira. Dhe në libër do të gjenë çdo sen çka ka vepru. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu Azza wa Jall asnjëun nuk i bën zullum, pa drejtësi. I lexon mëkatet, i lexon gabimet, edhe mërzitet, mendon se ka me dënu Allahu Azza wa Jall, tu shfletu, vjen i shef gabimet edhe i vjen marr, i vjen turp prej Allahut Azza wa Jall. Mirë, pa Allahu e mbulon besimtarin, i gjen një faqe në fund. Allahu ti ka fal të gjitha këto mëkate që i duke pa. Allahu ti ka shëndru këto të këqija dhe të mira. Dhe pastaj fillon të lexojsh librin tënd, edhe i lexon tauhidin, namazin, agjerimin, Ramazanin, zakatin, haxhin, urdhnimin nga të mira, ndalimin nga e keqja, nafilet, dhikri, duaja, Kur'ani, punë të mira që i ke bërë në jetën tënde. Edhe gëzohesh. Edhe shkon të shokët e tu i lumtur. Nuk ka lumturi më të madhe. Nuk ka gëzim më të madh, sepse ti je përgëzu. Të është dhënë libri ka ana e djathtë. Je garantu se kemi shpëtu. Shkon edhe ju kallzon shokëve edhe vllaznive musliman me të cilët ke qenë dunjo me ata, edhe thot: lexoni librin tim, shikoni namazin tim, shikoni veprat e mira që i kam bën. Në atë ditë mund shmu krenu, me po shtash asnjoni zguzon mu krenu me punë të mira. Atëherë këna mu krenu se e ke marrë mu e siguru, ke fitu. Allahu Azza wa Jall e përshkruan këtë moment në Kur'an, në suratul Haqa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul. E kujt i vjen libri nga ona e djathtë, ka me thonë: fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ka me thonë: o shokët e mi, o familja ime, lexoni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Unë jam kon i bindur se ka me dal për para Allahut, ka me dhon llogari. E kam dit
se ka me dhonë para Allahut llogari. Fa huwa fi 'ishatin radhiya, ai do tjetë në një jetë të lumtur. Fi jannatin 'aliya, në xhenetet e larta. Djetarët kanë thonë gratë të bukura ka me pas në xhenet. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Do t'ju thuhet, hani e pini në xhenet, se ju keni vepru punë të mira në jetën në ato ditë që kanë kalu. Hani e pini, ju boft mirë, se ju ishit ata që keni bo punë të mira. Kështu është halli i besimtarit, i cili ka pasë zemrën të lidhë me Allahun Azza wa Jall. Po nëse ka qenë prej të majtëve, prej kriminelve, prej zullumqarve, do të thirët filoni i biri filonis, let del para Allahut për të llogarit. Do të shkon, i kalon me lajket, njerëzit dhe gjint, dhe do të del për para Allahut Azza wa Jall, dhe të gjithë njerëzit do të shohin llogarin e tij. Ka me nënshu Allahu para gjithë njerëzive. Ki është ai krimineli, ki është ai zullumqari, ki është ai mëkatari, i cili nuk ju ka bindur Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall e merr në pyetje. Dhe të gjitha mëkatet, qofshin të vogla apo të mëdha. Pra llogaria vëllazër është dy lloje. Llogaria e lehtë për besimtarin dhe llogaria e rëndë për mëkatarin, cili ka bën më shumë mëkate. Ka mu pyet për çdo imësir. Pse e bën këtë vepër? Pse nuk e praktikove urdhën e Allahut Azza wa Jall? E në atë moment i vjen libri krejt mëkate, prej trishtimit madh, do t'i kafshon durt. Allah dhuran, yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayh. Në atë ditë kur zullumqari kam i kafshu durt e veta, do të thot, oj njeri unë, pse nuk e mora rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse oj njeri unë, pse mora shok filonin, i cili më largoj prej rrugës të vërtet? Do t'i jepet libri nga ana e majt. E disave do t'ju jepet libri mas shpinës. Do të mundohen ta fshehin dorën e majt, pa marrën me djathën, do të shkon libri ka ana mas shpinës. Dhe do t'ju nxjihet fytyra. Do t'ju vishet tesha për katranit, edhe ka me shku të shokët e vet, të cilët kanë qenë dunjo bashkë me atë, edhe kam ju thonë, am nifni mu kush jam, kush jeti nuk njofna. Thot, unë jam filoni i biri filonit. Edhe kjo do tjetë dëshprimi më i madh. Ka me shku të shokët e vet duke bërtit, duke qu zonin. Allahu Azza wa Jall e përshkruan këtë në suratul Haqqa. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. E kujt i vjen libri ka ana e majt ka me thonë. Ka vërtit. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Ka me thonë, oj mjeri unë, o shkatrim për mu, mos më kish dhonë fare libri, hiq.
Ja lejtaha kanatil qadhiya. Si kur vdekja të kishtë qenë shkatrim për mu, mos ishtë harin gjallë fare. Ma aghna anni malija. Nuk më boni dobi pasuria ime që tani jetën e grumbulloja. Halaka anni sultania. Më shkatroj mu pozita. Të ngaj tani jetën për pozit, për pushtet. Nuk më boni dobi pozita. Khudhu fagullu. Pastaj Allahu thot, i thot me lejkeve, merreni, kapeni dhe lidheni. Thumma al-jahima sallu. Pastaj në xhehenem tashtini. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Pastaj lidheni me pranga, me 70 kut pranga, zinxhira. Kur thot Allahu kështu, me lejket 70 me lejke e marrin nga një zinxhir, edhe me njëherë urdhin e Allahut e praktikojnë, edhe e lidhin me pranga. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Pse? Për arsye se ai nuk i ka besu Allahut azim. Allahu i madhërishëm, madhështor, i gjithë fuqishëm. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Edhe fukarave s'ju ka dhon ushqim. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Ndërsa në këtë ditë nuk ka asgjë tjetër vetëm se hamim. Çka është hamim? Pije val, ka më pi ujë val. Wala ta'amun illa min ghislin. Edhe ushqim s'ka me pas tjetër vetëm se të shpërlarat, fëllëshësirat kam i hangër. La ya'kulu illa al-khati'un. Vetëm se mëkatarët, gjunaqarët e mëdhej, ato fëllëshësira kanë mi hangër, edhe atë ujë në val kanë me pi. Allahu na i dhasht librin vëllezër, ka ona e djathtë. Allahu na i lehtësoft llogarin. Lusim Allahun Azza wa Jall që të kemi llogari të lehtë. Sepse pejgamberi alayhis salam thot: "Men nuqish al-hisab faqad udhib." Ai që le polemizon llogarin vetëm se ka mu dënu. Aisha radhiyallahu anha tha: "Ja Rasulullah, a nuk thot Allahu në Kur'an: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا." A nuk thot Allahu në Kur'an se ati që i vjen libri ka ana e djathtë, ai ka mu llogarit para Allahut me një llogarit të lehtë. Thot pejgamberi alayhis salam: "Oj Aisha, llogaria e lehtë është ardh." Çka është ardh? Sigur që të regum në Allahu Azza wa Jall besimtarit, ja të regon punë të mira, edhe të këqijat edhe e mburon Allahu Azza wa Jall. Kjo është llogaria e lehtë. Me t'i kallëzu Allahu punë të mira edhe të këqija dhe me t'i falë. Ndërsa ai i cili e polemizon llogarin, ai i cili mbiret në pyetje për çdo vepër që e ka bë, fakat udhib, vetëm se ka mundënu. E për ta pas vëllezër llogarin e lehtë, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veten tuaj para se të llogaritni kur dilni përpara Allahut Azza wa Jall. Thot Omeri radhiyallahu anhu: "Ayuha an-nas, o ju njerëz, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu."
Llogaritni veten tuaj para se të llogaritni kur dini përpara Allahut. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Peshoni veprat tuaja para se t'ju peshohen në ditën e gjykimit. Wa tazayyanu lil ardi al akbar. Thot zbukurohuni me veprat mira kur do të dilni përpara Allahut azza wa jall. Fa inna ma yakhifu al hisab amman hasaba nafsahu fi dunya. Thot për arsye se ai cili e llogarit vetveten në dunja do t'i lehtësohet hesabi, llogaria në ditën e gjykimit. Pra, nefse vëllezër janë tre. Allahu azza wa jall tre nefse, tre dëshira. Njeriu, Allahu azza wa jall në Kur'an ka përmend se njeriu do të thonë janë tre lloje të njerëzve. Nefsul mutmainna, nefsi i qetësuar. Kush është ky nefsi i qetësuar? Pra, nëse jemi prej nefsit të qetësuar, atëherë dije se llogarin e kit lehtë. Secili prej neve ta shef se cili nefs është. Nefsi i qetësuar është ai nefs i cili nefs është i kënaqur me Zotin për Allah. Pejgamberi alayhis salam është i kënaqur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar. Dhe është i kënaqur me fen islame të vetme të pranuar. Nefsul mutmainna është ai nefs i cili është i përmalluar për Allahun azza wa jall. Nefsul mutmainna është ai nefs që kur përmendet emri Allahut qetësohen zemrat edhe shpirtrat e besimtarëve. Allahu thot në Kur'an: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ata që kanë besu dhe ju janë qetësu shpirtat e tyre kur përmendet emri Allahut. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtrat e besimtarëve. Alladhina amanu wa amilu s-salihati tuba lahum wa husna ma'ab. Allahu në vazhdim thot, ata të cilët kanë besu dhe kanë bo punë të mira, lumë për ta. Tuba lahum. Tuba është një hije në xhennet. Ata që kanë besu dhe kanë bo punë të mira, Allahu po thot, Zoti jon, krijuesi jon po thot, tuba lahum. Lumë për ta, myshde për ta, wa husna ma'ab. Dhe ata do të kenë përfundim të mirë. Kush janë këta? Këta janë ata të cilët janë largu prej harameve dhe i kanë vepru urdhnat e Allahut. Allahu thot në Kur'an: Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna. O ti shpirt i qetësuar, është i qetësuar në dunja, i qetësuar në momentin e vdekjes. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheu se Zoti është i kënaqur me ti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, hin tek robërit e mi, hin në xhenetin tim. Nefsi tjetër në radhë është lewame. Pra mutmaine i qetësuar. Lewame kush është? Qortues. Vazhdimisht e qorton vetveten. Pse së në fala namazin e sabahit në xhami? Pse së një fali sunetet gjatë ditës për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se ai i cili fal dhimbje sunete Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Pse së në lo filan mëkatin? Pse së në lo filan gjunohin? Pse së në pendona?
vazhdimisht e qorton vetveten. Pse s'm bëna unë musliman i mirë? Pse s'm bëj namaz natë? Pse s'm agjeroj të hanë tete? Kjo është nafsul lawame. Fala uqsimu bi nafsil lawame. Po voj bëhet Allahu në nefsin qortues. Dhe nefsi i tretë edhe më i keq, Allahu na ruajt, është al-amara. Nefsi që të urdhënon në punë të këqija. Zina, menherë. Nefs, menherë i përgjish zinas. Alkohol, mas alkohol. Mos fal namaz, s'fal namaz. Mos bëj dhikr, s'bëj dhikr. Mos më Kur'an, s'mësoj Kur'an. Çka i thot nefsi? Ashtu ban. E ai cili e ngon nefsin, e ka marrë nefsin për Zot. Allahu thëran: "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." A ke po atë që për Zot e mori nefsin e vet, dëshirën e vet. Do të thonë, ai cili nuk e ndëgjon Allahun, nuk i ndëgjon urdhat e Allahut, e ndëgjon nefsin e vet, e ndëgjon epshin e vet. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an e përmend në suratul Yusuf rastin e Jusufit alayhis salam me gruën e Firaunit kur ka dashur me bëu zina. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Thot gruaja e Firaunit, nuk e pastroj nefsin tim. Me të vërtet nefsi im po më urdhënon me bo punë këqija, përveç se atë që Allah e ka mëshiru. Pra nefsi e mare është nefsi më i keq. E si cili për neve mund ta shoh veten e vetën e tëllin nefs është: a je në mutmainne, je qetësu me ibadet, je përmallu për Allahun, a ke nefsin qortues që vazhdimisht e qorton veten, a ke nefsin që ku thot nefsi mas nefsit shkon. Allahu na përmirësoft nefsin vëllazër, dëshirat tona, edhe na bëf atyre që janë mutmainne, të qetësuar. E nëse don ta kesh nefsin e qetësuar, e nëse don ta kesh llogarin e lehtë në ditën e gjykimit, atëherë çfarë të më bë? Pyet e vetën, kur don me bo një vepër, pse jam të e bo këtë vepër? Pse jam të shku me fal namazin? A më shku për Allah? A kam dhe një interes? Pse e du këtë vllaun musliman? A kam interes? A e du për hir të Allahut? Pse jam të fol? Pse jam të shku me këshillu dikant? A për hir të Allahut? A për me lavdru njerëzit? Llogarit e veten, a ban me fol një fjalë, a s'ban me fol këtë fjalë? Me këtë fjalë, a e kënaqë Allahun, a e hidhroj Allahun Azza wa Jall? Kjo është para sa me bë veprën. Mos i ta bësh veprën. Llogarit e veten thuj, a jam të bë veprën për të Allahut? A e kam bë veprën ashtu si ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot Mejmun ibn Mehran: askush për juve nuk ka me arrit gradën e devotshmërisë, nuk ka me arrit shpirtin e qetësuar, përderisa nuk e llogarit veten e vet, sikur se që e llogarit ortaku koprac ortakin e vet. Kështu ka thonë. Çfarë do të thonë kjo? Kur di musliman bëjnë tregti me zveti, hinë dhe më thonë bon ortak, edhe njëri prej tyre është koprac, edhe shokit vet, ortakit vet ja llogarit çdo dinar çka e harxhon. Ti hongre më shumë, ti erdhe në punë më vonë, unë erdha më herët, për çdo ditë më thonë ja llogarit çka ka bëjë, në fund muajit i thot: kjo është llogaria jote.
Unë si kam bo këto argjimet, i ke bo këto argjimet. Edhe ja danë prej pareve, i merë ma shumë pare. Thot, kështu thot Mejmun ibn Mehran, thot nuk do të bëhesh i devotshëm përderisa nuk e llogarit nefsin tënd, sikur se ai shoku kopras që e llogarit ortakin e vet. Ki kujdes vllai dashur që mos të mashtroje namazi jot. Unë fal namaz. Unë recitoj Kur'an. Unë bëj punë të mira. Edhe unë e kam garantuar xhenetin. Sahabët vëllezë nuk janë mashtruar. Nuk janë mashtruar me vetveten e vet në punët e veta. Vjen një sahabet e Aisha radiallahu anha dhe i thot, oj Aisha radiallahu anha, çka është kuptimi i ajetit? Po Allahu Kur'an, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ne pastaj ja dham librin robërve të mi, të cilët i kemi zgjedh. Po nëse ti e ke marrë librin, Kur'anin, e praktikon Kur'anin, i e nga robërit e Allahut të zgjedhur. Po të pastaj ne ja dham librin robërve të mi, të cilët i kemi zgjedh. Fa minhum zalimun li nafsihi. Ka prej tyre që i kanë bërë padrejti vetvetes. Wa minhum muqtasid. Ka prej tyre që janë mesatar në vepra. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Ka prej tyre që bëjnë garan punë të mira me lejen e Allahut azza wa jall. Thot ki sahabi, o Aisha thot, kush janë këta të cilët bëjnë gara në vepra të mira? Aisha radiallahu anha prej modestisë thot, këto që ka bëjnë gara janë kanë sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se të kanë ndru jetë. Mesatarët në vepra janë ata të cilët shkojnë rrugës së sahabëve, ndërsa dhalimul nefs, padresi që i ka bo vetvetes je ti, jam unë. Edhe pse Aisha radiallahu anha ka qenë një prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më të dashura pas Hatijës. E konë e garantuar me xhenet, s'është mashtruar me vetpëlqimin. Sepse vetpëlqimi është dëzër një smundje që ta prish imanin. Mos i këshir ata që janë më poshtë se ti, po këshiri ata që janë më lartë se ti. Këshiri sahabët që kanë vepruar. Muadh ibn Jabali në momentin e vdekjes ishte në Sham, bje sëmundja që ka thonë për taun el amwas, sëmundja e kolerës. Edhe në momentin e vdekjes çka thot? Në momentin e vdekjes thot, këshinë thot a ka dalë sabahi. Thot shikojnë thot a ka dalë sabahi. Edhe thot mjerë për atë sabah, mirë për atë natë që sabahi e asoj dite është zjarmi i xhenemit. Është i dashur i Allahut Muadh ibn Jabali, mirë po përsëri në momentin e vdekjes frigohet. Atë janë frigu. Edhe pse kanë garantuar me xhenet. Prandaj asnjë prej ne mos thotë se unë jam i garantuar, unë fal namaz dhe unë jam i garantuar, kam në xhenet. Gjithmonë qortoje vetveten tonë. Se jam i dobët që të punosh sa më shumë vepra të mira. Dhe në fund të ndëruar vëllezër, si do të jetë qëndrimi jonë ndaj llogarisë. E para është, sikur që përmendëm, llogaritë vetën para se të llogaritësh. E dita është, nëse ndonjëri ti ke bë për vllaznive, për muslimanë i ke bë zullum, atëherë kërko halallëk. Para se me ardhë një ditë ku nuk bën dobi as dinari, as derhemi. Çështja e tretë ndëruar vëllezër është që duhet ta praktikojmë ne vëllezër, mos e prish veprën e mirë me zullum, me padresi. Mos e prish namazin, agjërimin, zekatin me padresi duke i bën njerëzve. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, hal tadruna min al-muflis? A dini se kush është i falimentum? Qala Allahu wa rasuluhu alayhi salam, Allahu në dunjë e dim kush është i falimentum. Ai ka thënë dinar dhe dirham. As dinar as dirham s'ka. Mirë po
para Allahut thot i falimentum është ai cili ka fal namaz, ka agjëru Ramazan, ka dhënë zakatin, edhe haxhin e ka bën. Mirë po, thot, njënin e ka nënshmu, tjetrin e ka ofendu, njënin tjetrin e ka dirë gjakur, tjetrin e ka marrë pasurin. Kur del para Allahut, se cili prej njerëzri ja marrin të mirat. Njënin ja merr namazin, tjetrin ja merr agjërimin, me të pasë të mirë. Dhe pastaj ja hapin të këqijat, dhe Allahu i urdhon meleket edhe marrë meleket edhe shtin në zemrën të xhenemit. Allah i na rujt. Pra mos e prish veprën tonë të mirë, namazën mos e prish, duke u bë padrejti njerëzve. E katërta është thonë, pasi ta bësh një të keqe, bëni një të mirë, sepse puna e mirë e fshin të keqen. Mos lejo që shejtani me të mashtru, e me thonë se unë u pendova, përsëri rash në gabim dhe unë jam njeri keq, unë s'muj më përmisu. Jo. Po nëse ke po gabim, fali dhe reqate namaz, dhe reqate të pendimit, edhe pendohet tek Allahu, sepse puna e mirë ka me ta fshit keqen. Allahu thëran, innel hasenati yudhibne sejat. Punë të mira i fshin të këqijat. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot, ittaqillah haythu ma kunt. I thot Muadh ibn Jabalit, o Muadh, unë thot, po të du shumë, ki frikë Allahut kudo që të jesh. Wa atbi is-sayyi'at al-hasana, pasi ta bësh një punë të keqe, bëni të mirë, tamhuha. Kjo e mira ka me fshit keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dhe sillu me njerëzit sa më mirë. Pra, sa herë që e bëni të keqe, mos u demoralizo. Bëni punë të mirë, sa e mira ka me fshit të keqen. E pesta vëllezër është, nëse dëshirojmë të kemi pra llogaritë të lehtë, gjithmonë ta kemi parasysh se Allahu neve na shef. Alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk e dini se Allahu ju shef. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam, çka është ihsan? Çka është bamirësi? Kulmi më i grada më e lartë e Islamit është ihsani. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Të adhurosh Allahun sikur se më e pa. Kjo është grada më e lartë. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Edhe si ti nuk e shef Allahun, Allahu ti të shef. Pra ta kesh parasysh kudo që të shkojsh, Allahu të shef, dhe e fundit dhe rrugëzër dhe me këtë mbarojmë është në zemrën tënde gjithmonë të jetë paraqitja para Allahut. Si ka me dal une për para Allahut. Ta kesh në zemrën tënde këtë dërt, këtë siklet, se si une ka me dal për para Allahut me dhonë gjawab. Ta kesh parasysh në zemrën tënde gjithmonë momentin e vdekjes. Dhe ta lutesh Allahun gjithmonë që të thosh, o Allah, ma lehtëso agoninë e vdekjes dhe më jep përfundim të mirë. Gjithmonë në zemrën tënde ta kesh paraqitjen para Allahut Azza wa Jall. Ta kesh dertën, a do të jesh prej të shpëtuarve, a do të jesh prej të dënuarve. Elusim Allahun Azza wa Jall, ja Allahu të na i pastron zemrat tona. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na jep librat nga ana e djathtë, të kemi përfundim të mirë. Elusim Allahun Azza wa Jall në këtë vend, në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberët, me shahidat, me dietarët. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.